Ish kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani, në një intervistë për Kosev, ka folur për situatën politike në vend dhe për çështjen e zgjedhjes së presidentit të ri. Hasani ka thënë se nuk parashikon që të ketë zgjedhje të reja gjatë këtij viti, meqë sipas tij kjo do të ishte një vetvrasje politike për Kurtin. Sa i përket emrit për president, Hasani ka thënë se dyshon që Kurti do ta përkrah Vjosa Osmanin edhe për një mandat, meqë Osmani përbën sfidë për Kurtin dhe autoritetin e tij. Ai ka nevojë për një person që është absolutisht besnik ndaj tij, ose dikë që zotron besueshmëri të fortë dhe të thellë politike dhe morale, cilësi që në rastin e zonjës Osmani mungojnë, ka thënë Hasani. Kjo loja me presidencë është tallje me Kosovën, thot analisti politik Ilir Deda. Ai shkrui në Facebook se Murat Jashari, nga familja e komandantit simbol të UÇK-s Adem Jashari, ka dhënë tashmë përgjigjen e tij të prerë refuzuese për postin e presidentit. Së pari, Murat Jashari ka thënë jo të prerë në lidhje në pozitën e presidentit. Së dyti, nuk ndërtohet procesi politik për figurë konsensuale, vetëm me një emër të përveçëm edhe atë pa e pas miratimin e tij bile, shkroi Deda. Së treti, po shihet qartë që një proces që filloi me fjalë të mëdha si bashkëpunim, raporte të reja me opozitën, dialog me partitë politike, pas ka qenë i menduar më shumë si farsë se sa si bashkëbisedim për të mirën e vendit. Së katërti, presidenti partijak zgjidhet vetëm nëse bëhet marrëveshje politike për